Vrasja e Edmond Hykës në Elbasan përveç se konfirmoi se personazhet të trafikut të drogës marrin licenca, pastrojnë të ardhurat në biznese, fuqizohen ekonomikisht dhe nuk preken nga shteti, zbuloi edhe mbështetjen që ka patur ai nga drejtuesi aktual i policisë së shtetit në raportet e mëparshme të Shish Antimafia, Agjencisë Mbikëqyrjes Policore dhe shërbimeve të tjera të sigurisë, rezulton se në Elbasan viktima Edmond Hyka është trajtuar si i përkdhelur dhe i mbrojtur i drejtorit të përgjithshëm të policisë, Ilir Proda. Lidhja e tyre filloi në fund të vitit 2021, vetëm një muaj pasi Ilir Proda u emërua zëvendës drejtori i hetimit të krimeve në drejtorinë e policisë së qarkut Elbasan. Ajo u kthye në miqësi interesash reciproke pas marsit 2023, kur Ilir Proda u emërua drejtori i policisë së qarkut Elbasan. Misia ra në sy të agjentëve të Shish, zyrtarëve të policisë dhe qytetarëve të Elbasanit, të cilët raportuan me materiale të mbyllura tek ministrat e brendshëm, tek drejtoria e përgjithshme e policisë në kohën e Muhamet Rumbullakut dhe tek kryeministri Edi Rama. Gjykata e posaçme ka shtyrë seancën paraprake ndaj Erion Veliaj duke pranuar kështu kërkesën për të marrë kohë për të njohur me aktet. Në këto kushte, gjykata ka caktuar të premte në orën 9 seancën e radhës ndaj Veliajt. Kryebashkiaku ishte i pranishëm sot në seancë, ndërsa prokuroria e posaçme përfaqësohet nga prokurori Ols Dado. Ndërkohë, GKK-u ka rrëzuar kërkesat e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, i cili donte që t'i krijoheshin kushte për të njohur me aktet e dosjes. Kryetari i Bashkisë kërkoi një pajisje teknologjike në burg ose të lejohej çdo ditë që të vinte në gjykat për të studiuar dosjen, por kërkesat u refuzuan. Veliaj deklaroi sot në seancë se i është mohuar e drejta për të njohur me aktet e dosjes, ndërsa ka theksuar se vendosja e tij në kafaz është trajtim degradues dhe në kundërshtim me të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese do të mblidhet sot lidhur me ankimin e qeverisë për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, pas vendimit të GKK-u pati një ankimim në kushtetuese nga ana e qeverisë, ku kryeministri pretendon se vendimi i gjykatës është antikushtetues pasi ka ndërhyrë në kompetencat e tij. Gjykata u mblodh fillimisht të njëjtën e javës që lan pas, por mbledhja e kolegjit u shtyp për sot, ku do të vendos nëse do të kalojë në seancë plenare kërkesa e qeverisë apo jo. Në kërkesën dërguar në kushtetuese, Këshilli i Ministrave thotë se vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë ndërhyn drejt për drejt në kompetencat e 3 organeve të shtetit, kryeministrit, presidentit dhe kuvendit. Sipas qeverisë, Belinda Balluku nuk mund të pezullohej nga detyra, pasi në cilësinë e antares së qeverisë gëzon të drejtat si deputete. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka ankimuar vendimin e GKK-u për masën e sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalimi daljes jashtë vendit. Mësohet se avokatët e saj janë drejtuar gjykatës së apelit, ku kërkojnë heqjen e të dyja masave të sigurisë. Pra, si duket, Balluku ka ndjekur rrugën e saj ligjore, pavarësisht lëvizjeve nga kryeministri. Duhet theksuar se kreu i qeverisë është drejtuar me një kërkesë gjykatës kushtetuese, ku kërkon rrëzimin e vendimeve të GKK-u me pretendimin se është shkelur kushtetuta dhe atij janë marrë kompetencat. Numri 2 i kabinetit u morë pandehur më 30 tetore, akuzuar për shkelje të barazisë në tendera lidhur me tunelin e Llogaras, ndërsa më 20 nëntor me vendim të gjyqtarit të GKK-u Erion Çela, ajo u pezullua nga detyra në sajt të hetimeve për tenderin e Unazës së Madhe. Vrasja e Edmond Mahallës që ndodhi mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan po shkon drejt zbardhjes. Mësohet se policia ka arrestuar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një të tretë. Arrestuarit dyshohet se ka ndihmuar në organizimin dhe mbulimin e gjurmëve, ndërsa i shpalluri në kërkim konsiderohet si një nga personat kryesor për zbardhjen e plotë të dinamikës. Shkak i vrasjes dyshohet të jetë një konflikt i kohëve të fundit të viktimës, por nuk përjashtohen edhe përplasjet për trafik droge. Sipas hetimeve, Mond Mahalla ka patur një konflikt me ish ortakun e tij, i cili nga ana tjetër ka gënjyer kur është pyetur se ku ndodhej në momentin e vrasjes së Mahallës, po ashtu edhe roja i pikës së karburantit është arrestuar, pasi dyshohet për pengim të hetimeve për ngjarjen. Pika kufitare e Kakavijës do të bllokohet për disa orë për shkak të grevës së fermerëve grek. Policia kufitare Kakavijë është njoftuar nga policia kufitare greke se ditën e sotme nga ora 15 deri në orën 20, aksi rrugor Kakavijani në fshatin Kallpaq do të jetë i bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët. Sipas informacioneve, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Prej 3 ditësh Greqia po mban protesta duke bllokuar rrugët kryesore. Një ditë më parë, gjatë tubimit, fermerët u përplasën fizikisht me policinë. Ndërkohë, sipas mediave greke, fermerët kanë njoftuar se protesta e tyre do të vijojë me bllokimin e porteve. Bullgaria është përfshirë nga protestat më të mëdha antiqeveritare të dekadës. Me mijëra qytetarë dolën në rrugët e Sofjes për të kundërshtuar planet e qeverisë për rritje taksash dhe kontribute shoqërore. Demonstratat, të cilat nisën si kundërshtim ndaj buxhetit të vitit 2026, u zhndërruan shpejt në përplasje, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike, dëme të shumta në qendër të kryeqytetit dhe tensione politike që po rrisin presionin për zgjedhje të parakohshme.
Sipas raportimeve, protestues të maskuar u përplasën me policin, hodhën sende të forta dhe ndezën zjarr në koshat e mbeturinave pranë selisë së partisë në pushtet. Tensionet arritën deri aty sa presidenti Rumen Radev kërkoi hapur tërheqjen e qeverisë së kryeministrit Rozen Zheliaskov. Autoritetet në Kiev kanë arrestuar zëvendës ministrin e parë të energjisë së Ukrainës, Yuri Shcheyko, së bashku me ish nën presidentin në detyrë të kompanisë shtetërore bërthamore Energoatom, në kuadër të një hetimi të zgjeruar antikorruptiv që ka tronditur një nga sektorët strategjik të vendit. Sipas prokurorisë së Kievit dhe Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, SBU, arrestimet lidhen me dyshime për abuzime të mëdha financiare dhe favorizime kontratash brenda Energoatom, kompania që menaxhon energjinë bërthamore të vendit dhe siguron një pjesë të madhe të prodhimit kombëtar të energjisë elektrike. Hetuesit dyshojnë për skema të manipuluara tenderësh dhe marrëveshje të pajustifikuara me kompani të ndërmjetme, të cilat mund të kenë shkaktuar miliona euro humbje për buxhetin e shtetit. Një vjedhje e pazakont ka tronditur Francën ku rreth 450 kg kërmi, një produkt i rëndësishëm gastronomik në festat e fundvitit, janë grabitur nga një fermë në rajonin e Champagne. Vlera e kërmive të vjedhur arrin rreth $100.000. Hajdutët dyshohet se kanë hyrë në fermën L'Escargot de Grande Crue natën, duke prerë gardhin dhe duke hyrë me forcë në ambientet e ruajtjes. Aty ata kanë boshatisur dhomat frigoriferike ku ruheshin kërmit, si të freskët, ashtu edhe të ngrirë. Pronari i fermës, Jean-Mathieu Dauvergne, tha se kjo është një goditje e rëndë për biznesin, veçanërisht në periudhën e fundvitit, kur kërkesa për escargot është shumë e lartë.